Mirë se erdhët përsëri në Reze Dielli. Si kundër e përmenda temën për ditën e sotme në komunikimin dhe në bisedën me Altin Jokun, do të flasim për dhimbjet e kockave, për dhimbjet e gjurit, çfarë po na dëmton, cilat janë ato shenja që na tregojnë që densiteti i kockave nuk është në nivelin e dur, cilat janë ushqimet apo produktet anti-inflamator natyral, si ti mbrojmë kockat mbi të gjitha. Përshëndetemi fillimisht me Altin Jokun. Mirëmëngjes Altin. Mirëmëngjes, po ju përshëndes si gjithmonë dhe i rekomandoj si gjithmonë teleshikuesve që të konsumojnë një gotë kefir në mëngjes. Edhe një gotë ndarë do ishte mirë. Po, kemi folur për kefirin e për vlerat e jashtëzakonshme që ka për të na freskuar dhe për të na mbajtur fort të shëndetshëm sistemin e tretjes, apo jo, duke qenë se ju e keni. Jo vetëm të tretjes, të gjithë sistemi ton imunitar dhe pjesës metabolike. Absolutisht, probiotik natyral. Mirë se erdhe këtu të mërkur Altin, kemi zgjedhur të flasim me shumë gjasa, do të kemi informacione si gjithmonë dhe kuriozitete për ata që vuajnë nga dhimbjet e gjurit dhe të kockave. Shumë persona na kanë shkruar në rrjetet tona sociale për ta trajtuar këtë temë, edhe pse ne kemi trajtuar dhe atë herë më parë, disa kohë më përpara, por gjithmonë kemi informacione të reja dhe këshilla të vlefshme për shikuesit tanë. Altin, pse dhembin kockat? Çfarë i dëmton ato? Si fillon dhimbja? Pse, mund të them që kockat janë një lloj ekosistemi i gjallë. Dhe brenda tyre qarkullojnë minerale, ndërtohet kolagjeni, komunikojnë hormonet, aty brenda vepron dhe sistemi imunitar, ushqen qerizat, bëjnë rinovime të ndryshme gjatë gjithë strukturës saj. Kockat janë si një lloj pylli që mund të themi, që nuk përbëhen vetëm nga pemët, por nga një ekosistem i gjatë, pra nga toka, nga uji, nga mikroorganizmat, ndikon klima, kështu dhe kockat janë një ekosistem këtë drejtim. Tani, në momentin që këto kocka dhëmin, nuk dhëmin vetëm, ose problemi nuk është vetëm tek një element. Në përgjithësi njerëzit, kur thonë dhëmin kockat, mendojnë se kanë ose mangësi të kalciumit, ose mangësi të magnezit, ose një po të paktën këtu e kufizojnë. Prandaj dhe unë e zura si një pyll. E para mund të jetë një inflamacion i heshtur, i lehtë, që mund të jetë kronik në trupin tonë. E dyta është mungesa e vitaminës D, që nuk lejojnë që mineralet të futen aty ku duhet. Shkaki i mungesës vitaminës D, ne e dim shumë mirë që pa vitaminë D të mjaftueshme, kalciumi nuk arrin që të futet dhe të fiksohet ose të lidhet ashtu siç duhet në kock, ose më saktë shpërbëhet. Nga ana tjetër mund të jetë magnezi, zinku, bori, bakri, mangani, silici. Këta janë punëtorë të vegjël të patdukshëm, rroba qepës. Pa të gjithë struktura e kockës, është ajo struktura metalike që mban pallatin që ne nuk e shohim të strukturës së është i veshur, por është pikërisht kjo lloj strukture. Mungesa e gjithë tyre, sidomos edhe magnezit, sepse ne dim shumë mirë që magnezi ndihmon aktivizimin e vitaminës D dhe ruajtjen e strukturës normale në kocka. Dhe kur mungon, trupi humbet një nga mekanizmat kryesor të mbrojtjes së skeletit. Edhe nga vitamina D është kalciumi edhe elemente të tjerë, pra janë të lidhur me një tjetrin. Një element tjetër është inflamacioni në zor. Nëse ne kemi një zor e cila ose një disbiozë në zor, ose nuk kemi përfithje të mirë të mineraleve apo lëndëve, pra të nutrientëve, atëherë kocka do ngelet pa lëndën e parë për të rigjeneruar. Një aspekt tjetër janë hormonet, sidomos të gratë. Hormonet duke qenë dirigjenti i orkestrës sonë biologjike, kur ato destabilizohen, atëherë i gjithë ritmi në trupin tonë ndryshon. Dhe një nga elementet kryesor që goditet drejt për drejt është pikërisht skeleti, duke filluar pastaj edhe me kockat e indet e tjera. Një element tjetër është stresi kronik. Kur stresi është i lartë, kur niveli i kortizolit rritet, pra është në mënyrë kronike i rritur, trupi futet në një gjendje mbijetese. Dhe kjo patjetër ka për të ndikuar jo vetëm në densitetin kockor, por fillimisht në gjitha proceset e riparimit të trupit, në gjitha proceset metabolike, në proceset e rritjes së nivelit të inflamacionit, dhe kjo do bëjë që densiteti i kockave të preket. Dhe tregojmë që mund të kemi ndoshta konsumohen gradualisht të gjitha rezervat që ne kemi në kocka. Element tjetër është gjumi, sa më i dobët e gjumi, patjetër që ka një ndikim në mënyrë të indirektshme te kockat. Mungesa e aktivitetit fizik është një tjetër arsye, ku njerëzit janë shumë ulur sot, sidomos në kohë, nuk lëvizin shpesh, apo mbi pesha e tyre, do humbasin densitetin e tyre.
Tjetër, ekspozimi ndaj metaleve të rënda dhe pesticideve, kryesisht metaleve të rëndave dhe toksinave mjedisore, nga kimikatet që ndikojnë direkt tek metabolizmi i kockave, sepse rritet ky inflamacion kronik që mbahet gjithmonë lart dhe patjetër që ka përdikuar te kocka. Një element shumë i rëndësishëm që pothuajse nuk përmendet fare, ose konsiderohet si diçka shumë minimale, është silici, që është një mineral i nënvlerësuar. Nëse mund të themi kalciumi është ajo tulla që ndërton muret tona të shtëpisë, silici konsiderohet si skela që ndihmon të gjithë pjesën e punëtorëve dhe mbarvajtjes së gjithë tipallati për të ndërtuar. Pra skela që mban gjithë të situatë. Sepse silici merr pjesë në formimin e gjithë matricës së ndërtimit të kolagjenit dhe të lidhjes të gjithë mineraleve të tjera të kockës. Dhe është një nga elementët në naturopati nga më të rëndësishmit të cilët nuk i vjet fare rëndësi, që ka lidhje edhe me lëkurën, edhe me flokët, dhe me indetise, edhe me problemin e kockave. Një tjetër janë bakteret dhe viruset. Në qoftë se ne na aktivizuar disa baktere, sidomos Epstein-Barr, megalovirusi e të tjerë, ndikojnë në inflamacionin afatgjat që sillin edhe problemet e fibromialgjit, sillin probleme me kockat në përgjithësi. Tjetër është dëmtimi i lëngut sinovial, që nuk po sepse është një lëng që lubrifikon gjithë pjesën e nyjeve të kockave. Tjetra mund të jetë mungesa e kolagjenit, që ka humbur cilësinë e tij, mosha, dietë e varfër, sëmundje autoimune, dëmtimet që ne mund të hasim. Të gjitha këto mund të themi që është një nga ekosistemi. Tani te puna e ushqimit që më the, nëse kockat janë gjithë ky ekosistem, atëherë ushqimi është klima që e mban këtë ekosistem të rregullt, ose e mban që ky ekosistem të zhvillohet, të lulëzojë, që mos degradojë. Dhe çdo kafshat që ne fusim në gojë është një mesazh biologjik për trupin tonë. Dhe po ashtu është një sinjal që i thot trupit ose ta ndërtoj ose ta shkatroj. Shumë njerëz mendojnë se varet vetëm nga disa element problemi i kockave. Jo, nuk mjaftojnë vetëm tullat, mjaftojnë gjithë ato elementë që u thash. Trupi ka nevojë për proteina cilësore për të ndërtuar një kolagjen mirë, ka nevojë për vitaminën D, ka nevojë për kalciumin, ka nevojë për vitaminën K2, ka nevojë për magnezin, borin dhe elementë të tjerë, për silicium po ashtu, ka nevojë për vitaminën C, që është parasja e ndërtimit të kolagjenit, sepse nuk ndërtohet siç duhet kolagjeni dhe është i dobët. Dhe po ashtu që ka përndikuar dhe te inflamacioni vitamina C. Pra dieta është një nga bazat kryesore të ushqimit ose ushqimi, ajo kafshata që futim në gojë gjithmonë në mënyrë të përhershme, jo të njershme. Pra, do një kohë të gjatë që këto probleme të rrisin. Altin, ju përmendët një listë të gjatë përmbledhazi për dhimbjet e kockave, arsyet pse dhembin kockat. Por ata që na ndjekin kanë dhimbje kockash, si të drejtohen tek mjeku? Pra, çfarë analizash laboratorike ose si ta gjejnë ku e kanë arsyen, një nga këto arsyet që ju përmendët? A ka analiza specifike? Ka analiza specifike, por ka dhe analiza të indirektshme. Pra në mënyrë të indirekt, pra në formë indirekte, mund bëjnë disa analiza që të kuptojnë ku kanë filluar problemet me kockat. E para një duhet bërë CRP-ja ose proteina C reaktive për të parë nivelin e inflamacionit. Dhe erosendimenti ose SR-ja që quhet. Duhet bërë vitamina D, duhet bërë magnezi dhe duhet bërë kalciumi, bëhet një gabim të kalciumi që kanë vëre, bëhet vetëm kalciumi total. Duhet bërë dhe kalciumi ionizuar. Duhet bërë fosfori, duhet shikuar niveli i anemis ose i hekurit, dhe po ashtu duhet bërë faktori reumatoid, ana A-ja dhe ana tjetër edhe acidi urik. Këto mund të jenë analizat bazë për të kuptuar në çfarë gjendje jemi në momentin e parë. Gjithashtu përmendet që ndër arsyet është edhe pesha e tepërt. Pra, kur ne jemi mbi peshë, sigurisht kjo ndikon edhe tek dhimbja e kockave, apo jo, dhe sidomos dhimbja e gjurit, që është një nga më të përhapura. Ndikon shumë sepse gjuri nuk mund të mbajë, sepse është gjithë forca e rëndesës të pjesa e pjesës këmbë apo të gjurit të mbajë më tepër kilogram se ç'duhet. Tani ta imagjinojmë të gjuhë sikur është një lloj ure. Në këto urë ka një normativ, një peshë të saktuar që duhet kalojë. Dhe sa më shumë ngarkesë të vendoset mbi këtë, aq më shumë kanë për të filluar të konsumohet gjithë struktura e kësaj ure. Dhe në një moment saktuar, jo menjëherë, gradualisht kjo urë ka për të rënë. E njëjta gjë, çdo kilogram shtesë në trup, gjuri patjetër do ta përjetoj me një forcë sipërfaqe. Për shembull, njerëzit kujtojnë se me 10 kg më shumë, ata nuk e kuptojnë që për çdo hap që të bëhet, ajo shumë fishohet
në një ngarkesë mekanike, pra nuk është 10 kg. Është 10 herë 10 herë 10 herë 10 herë 10 për çdo hap që ecim ose për çdo kohë që ecim. Nga ana tjetër, dhjami nuk është, pra yndyra, dhjami po themi mbi pesha, nuk është një rezervë energjie. Qelizat dhjamore prodhojnë vazhdimisht substanca inflamatore që quhen citokina dhe adipokina. Janë dy nga inflamacionet më të mëdhenj dhe janë si i dërgojnë mesazhe kimike në trupin tonë që ushqejnë inflamacionin në të gjithë organizmin dhe rritja e këtij inflamacioni ka për të ndikuar. Prandaj obeziteti dhe pesha do ndikojnë te kjo pjesa. Pra edhe tek citokinat, po edhe tek mbi pesha në aspektin fizik, pesha e tepërt ka për të ndryshuar dhe mënyrën se si do ecim, sepse ndryshon gjithë struktura e trupit, shpërndarja e forcës, ndryshon pozicionimi i legenit, ngarkesa, pra nuk ka vetëm kockat, ndryshon se si ne do punojmë, se si do ecim, si do ngjisim shkallët me vështirësi, si do marrim frym, ndikon deri te mushkëria, pra te oksigjenimi. Kështu që gjurit ose këto gjunjt ose kockat kanë për të kompensuar të gjithë to ndryshimet të cilat kanë për të filluar, kanë për të mbajtur gjithë lloj peshe. Dhe ka për të bërë një gjë tjetër. Dhjami dhe yndyrë tepër do favorizojë dhe rezistencën ndaj insulinës. Dhe kur insulina nuk funksionon mirë, çfarë do bëjë? Do rritet inflamacioni sistemik dhe do dëmtohet i gjithë mikroqarkullimi, do ngandalsohet procesi i riparimit të indeve, se vetë niveli i lartë i glicemisë nuk bën që të riparojnë indet. Dhe kjo ka për të bërë që dëmtimi në kockat tona do jetë shumë herë më i madh, po dhe riparimi do jetë shumë herë më i vogël. Prandaj, bipesha është nga arsyet kryesore që e bëjnë këtë gjë. Meqense jemi tek dhimbjet e gjurit dhe këto e vërejmë edhe tek të rinjt, të njëjtët faktor që ju përmendët në përgjithësi për dhimbjen e kockave shkakton dhe dhimbjen e gjurit, që është një dhimbje më e lokalizuar që befas lind një dhimbje aty. Pra përveç se peshës, janë dhe këto faktorë të tjerë? Ka faktor plot. Si do të kuptojmë ne se trupi jep jo vetëm të gjuri, po i themi edhe gjuri, po shiko, trupi jep gjithmonë sinjale. Dhe dhimbja ndonjëherë mund të jetë e vazhdueshme ose jo. Fillimi i dhimbjeve për të kuptuar ku kemi probleme edhe me kockat e gjurit, fillon në shpinë zakonisht. Por mund të fillojë edhe tek ijet, por mund të fillojë edhe pas herë te gjunjt, Kjo është një nga shenjat. Tjetër, çfarë duhet të kuptojmë? Kur ne sot kemi matur gjatësinë. Dhe vitin tjetër masim prap gjatësinë tonë. Nëse jemi 1.80 dhe kemi rënë 1.79, kemi kuptuar që kemi densiteti? Densiteti kockave, që ne masim vetë, po flasim gjithmonë. Nga ana tjetër, duhet të kuptojmë kur thonjt kanë filluar të bëhen të brisht. Kur flokët kanë filluar të humbin vitalitetin, shkëlqimin, jo thjesht kanë rënë. Kur shikojmë që peshat nuk i ngrëm dot dhe muskulatura ka filluar të dobësohet. Kur kemi ngërçe të shpeshta, bllokime të shpeshta, kur kemi dhimbje gjatë natës, sidomos të këmbët. Kur kemi një lodhje të pashpjegueshme që kemi ngjitur 3 kate më parë dhe tani 3 kate nuk i ngjisim dot. 3 kate janë pak, po them një sasi të caktuar shkallësh. Kur shikojmë që jemi dëmtuar ose goditur diku, jemi përplasur, pa një cep shtëpie dhe rikuperimi dhe rregullimi është i ngadalt. Këto janë shenjat që na lajmërojnë që ne të kemi përpasur probleme në të ardhme me kockat. Me kockat. Nuk është problemi vetëm për gjunjt, është problem të gjithë kockat, se s'është vetëm gjuri. Gjuri është vetëm një bazë që është mbështetëse. Po flasim për gjithë kockat tani, në këtë rast. Tani le të kalojmë tek pjesa që të gjithë mezi e presin, pra tek trajtimi. Përveç se do t'i parandalojmë këto dhimbjet, do mbrojmë kockat, por edhe kur i kemi të shfaqura në trupin ton, cilat janë disa metoda të cilat na ndihmojnë për qetësimin e dhimbjeve. Ose ushqime që duhet konsumojmë. Ne duhet të heqim në radhë parë gjithë ushqimet inflamatore, duke filluar nga niveli i lartë i karbohidrateve të thjeshta, siç janë buka, brumrat, picat apo këto ushqimet, yndyrnat siç është apo dhe nisë shteja, patjetër që është nga dëmet më të mëdhenj përveç miellit, por edhe yndyrnat trans apo yndyrnat e këtyre vajrave të hidrogenizuarave, të margarinave, ushqime që kanë nivele të larta të sheqerit. Sheqeri ndikon jashtëzakonisht shumë. Është një andesit kryesor të zjarrit biologjik. Dhe tani kush janë fiksit e këtij zjarri biologjik? E para nga më të mirët është sardelia. Sardelia ka nivelin më të lartë të omegës 3 nga gjithë peshqit. Dhe çfarë bën niveli i omegës 3? Duke u kombinuar dhe me vitaminën D, bën që të bëhet niveli i uljes së molekulave inflamatore. Pra të atyre citokinave që ne thamë. Dhe përveç tyre, mbrojnë qarkullimin e gjakut, mbrojnë zemrën, mbrojnë sistemin nervor dhe po ashtu mbrojnë nyjet. E dyta që është shumë e rëndësishëm është vaji i ullirit.
konsumimi sa më shumë i arit të lëngshëm të tavolinës, si quhet. Sepse përmban komponente nga të cilat 32 komponente bazë që veprojnë në mënyrë të ngjashme me mekanizmat natyral anti-inflamator të shumë bimëve të gërshetuara. Madje vaji i ullirit, që në histori, që më parë se koha madje dhe Hipokratit e Galeut, kishte përbërës të cilët futishin bimë të ky vaj i ullirit, sepse lëshonte më shumë nga elementët që ka të polifenoleve, elementeve shtesë. Shafrani indis, ose më saktë, jo shafrani indis, por molekula brenda shafranit indis që është kurkuma. Kurkumina është substanca bimore nga më të studiuar si anti-inflamatori kryesor për problemet e kockave. Patjetër duhet kombinuar pak me piper të zi apo me vajin e kokosit, që përthithja të jetë më e mirë. Kur e kombinojmë me piper me zi dhe kur shtojmë dhe vajin e kokosit, përthithja është shumë herë më fish, e kalojnë dhe 1000 fish më tepër. Gjingjeri është një dhuratë natyrale që na ka dhënë Zoti. Sepse nuk është vetëm një ngrohës për trupin, jo një vetëm detoksifikues, jo një qetësim vetëm për problemet e stomakut dhe të zorrës, por të gjitha proceset inflamatora ai fillon i qetëson gradualisht. Jo në një ditë, gradualisht, dhe shërben shumë mirë për rrëdhimet e kyçeve. Konsumimi i frutave të pyllit. Kryesisht manafera, boronica, mjedra, luleshtrydhet freskta, të themi, jo nga këto që janë të paketuara, se ndoshta mund të kenë nivelet më të larta të pesticideve. Sepse ka nivelet më të larta të polifenoleve antioksidanteve. Është një lloj ushtrie e fuqishme që neutralizon radikalet e lira që mos bëjnë të shkaktojnë dëme më tepër edhe të kockat. Perimet me gjethe jeshile. Të gjitha perimet me gjethe jeshile, duke futur tu rukolën, spinaqin, jeshilet e tjera, që e furnizojnë trupin me vitamina, e furnizojnë trupin me minerale, sepse në trupi jon, kocka jon ka nevojë për vitamina, minerale dhe fitronutrient, që të mbështesin të gjithë mekanizmat e mbrojtjes, rigjenerimit kockor, hudhra dhe qepa, sepse kanë element sulfurik që ndihmojnë modulimin e inflamacionit të përgjithshëm. Arat, bajamet, farat e lirit, vaj i farave të lirit, avokado, farat e qilit, farat e kungullit, janë me yndyrna të shëndetshme me minerale dhe komponime mbrojtëse për qelizat, për indet dhe për kockat. Çaji jeshil, që meriton një vëmendje të veçantë për të konsumuar, duke futur tu çaj moringa dhe të tjerë nga polifonerët e fuqishme që bëjnë uljen e stresit oksidativ dhe nivelin e inflamacionit. Por mundet përdoren edhe shega. Është nga frutat më të nënvlerësuara, sepse kokrat e shegës janë një lloj kapsule të mbushura me si një lloj, po themi, një suplement me polifenole që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga inflamacioni dhe sidomos për problemet e kockave. Nga më të mira sidomos në këtë kohë është qershia. Konsumimi sa më i lartë i qershisë, veçanërisht qershisë të errët, vishnjës, qofse se nuk kemi harruar çfarë është vishnje përmbajnë nivelin e lartë të antocianinave. Madje unë kam shkruar edhe një postim të një doktori amerikan, i cili madje u penalizua para shumë dekadave, sepse shpërndante lëngun e qershisë freskët dhe qershit në disa vende për pleqt e vjetër me artrit, të cilët kishin një përmirësim të jashtëzakonshëm. Avokado, që furnizon trupi me yndyrna të shëndetshme dhe vitamin E, që është nga komponentët antioksidant edhe për të rregullimin edhe membranës qelizore. Kakao e pastër dhe çokolata e mirë. Lakra e kuqe, brokoli, lule lakra aktivizojnë të gjithë sistemin natyral të detoksifikimit jo vetëm të organizmit, të heqjes të mbeturinave e tjera. Panxhari, kivi që mund të përdoret dhe nga elementet tjerë që mund të përdorim është kefiri, siç thash unë, që ju rekomandova dhe kam rekomanduar gjithmonë, kosi, ushqimet me nivelet larta ose të fermentuara më shpesh, sepse inflamacioni lidhet edhe me zorrën dhe patjetër që ka për të ndihmuar. Konsumimi sa më shumë probiotikëve nëse kanë mundësi dhe konsumimi sa më shumë i erëzave. Erëzat më të mira janë rozmarina, rigoni, tunza, kanella, karafili. Patjetër dhe erëzat e tjera, po zura vetëm një pjesë të tyre. Shtimi i vezëve të freskëta, peshkut, pishtajoreve dhe mishi të rritur jo në ferma. Jo në ferma, sepse ka nivel të lartë të antibiotikëve, ka nivel të lartë të hormoneve e tjera. Që ke vështirë kjo pjesa, po hajtë, të sa gjejmë. Lëngun e tyre, kockat e tyre, kolagjenin e marrë në mënyrë natyrale nga kockat e zyrjes së mishit, duke gërshetuar me pak selino, me karot, me patatën e kuqe, me mandanozin, duke i frulatuar, duke i bërë një supë, mund të krijojmë një lloj, mund të themi një ilaç biologjik natyral që mund ta përdorim gjithmonë. Lëngu i selinos me karotën është nga më të mira, prandaj selinoja është në formën e
kockave tona. Është përsëri nga më të mirat, që rregullon jo vetëm qarkullimin, ngadalson emilimin e mbetjeve, por çon dhe silici në vendin që duhet sepse është dhe e pasur me këto elemente që ne thamë. Altin, kemi përmendur kolagjenin pak, dhe thamë që sigurisht që ndihmon në dhimbjet e gjunjve, në dhimbjet e kockave. Por nuk arrita dot të pyesja për kolagjenin që na shitet përmes marketingut, kolagjenin plur, kolagjenin lëngshëm. Pra kolagjeni jo ai i zjerë nga kokë, po kolagjen suplement, sepse vjen në dy forma. Tani, sa na ndihmon ky lloj kolagjeni dhe realisht a ka ndonjë efekt për kockat? Shumë njerëz e shohin kolagjenin si një lloj çelësi që sapo ta konsumojnë do largoj dhimbjet. Nuk është largus dhimbjes. Nuk ka ndonjë gjë, pra edhe biologjia e trupit nuk funksionon në këtë lloj mënyre. Nuk ka një çelës për problematikat e një sëmundje. Pra nuk ka një gjë magjike. Gjuri, kërcit, tendinat, ligamentet, indet tona, lise, pra të gjitha këto, patjetër që ndikon kolagjeni, por nuk është vetëm faktori i kolagjenit. Me kalimin e viteve, prodhimi natyral i kolagjenit ka për të bërënë. Kjo nuk do të tregoj që të gjithë njerëzit do jenë me një inflamacion ose do kenë probleme kockash. Një pjesë e tyre kanë inflamacion, stres, konsumimin e sheqerit e tjerë e tjerë. Pra, duhet ta kuptojmë këtë gjë që kolagjeni nuk punon vetëm. Ai ka nevojë për bashkëpunëtor. Si ju keni atje kameramanin, regjizorin, drejtoreshën, studion, pra keni shumë element që do të thotë, kolagjeni duhet vitamin C, i cili nuk mund të ndërtohet një kolagjen cilësor siç duhet, ndërto kolagjen sa duash ti. Pa vitamin C nuk ndërtohet, pa proteinat mjaftueshme aminoacide nuk ndërtohet, pa minerale si zinku, bakri dhe silici nuk mund të funksionojë. Shpeshherë në këto paketime, tek etiketa, lexojmë që ka prani të vitaminës C, ka prani të këtyre elementeve që u përmendët, pra mund të jetë le të themi një kolagjen me gjithë këto bashkëpunime të tjera. Shikoni e nderuar, unë rekomandoj që kolagjeni bazë të përdoret nga lëngu i përfituar i kockave të mishit. Dhe të bëhet në formë pelte. Sa më shumë pelte të formohet, aq më shumë nivelet të kolagjenit dhe të përmbledhjes saj më të mirë kemi. Tani nëse do të merrni suplemente meni, po shfryzoni këtë. Jo se po mbroj suplementet, po kam dëgjuar Altin, më fal që të ndërpres, kam dëgjuar të njerëz të cilët mund të përdorin kockat për të marrë kolagjenin e tyre, por janë të pasigurt burimin, gjurmëshmërinë, nga vijnë këto kocka nga baktit. Nga se janë të pasigurt, të lutem, nga se. Sepse baktia që është therrur mund të jetë ushqyer me koncentrat, mund të ketë antibiotik. Po, atëre antibiotikët nuk harin deri në kocka. Që ta kuptojnë. Po, ajo bakti nuk është rritur në natyrë siç e përmendëm më herët. Po, një minutë, dakord. Jam dakord për të marrë në natyrë, por është e keqja domosdoshme konsumimi i kockave krahasimi i kolagjen tjetër. Kuptoj një gjë. Pra po e lëmë me keqja domosdoshme. Okej. Të lutem, antibiotikët nuk gromullohen në sasi kaq të lartë në kocka ku respektojnë normat e përdorimit të antibiotikëve. Nëse ka marrë gjedhi nivelet të jashtëzakonshme të antibiotikëve, patjetër që ka përndikuar. Kjo është kryesore që ta kuptojmë. Pra, ta dimë një e para. E dyta, edhe problemin e hormoneve. Përsëri, në qoftë se më shumë ato implementohen në indet dhjamore dhe në organe këto hormonet, jo në kocka. Pra nuk gromullohen kryesisht në kocka. Patjetër që mund gromullohen sasi të vogla, po deri tani nuk është gjetur një sasi kaq e madhe te kockat të nivelit të këtyre hormoneve. Nga ana tjetër, ne duhet të kuptojmë shumë mirë. Një gotë kolagjen, 200 mg, 250, 300 ml, po themi, i përgatitur mirë në kohën e caktuar në formën e një gjelatine, ka afërsisht rreth 15 gram kolagjen që ne marrim. Në atë godë, që ne e shikojmë. Dhe duke shoqëruar me limonin, forcimi i saj me lëngun e limonit, ne marrim shumë herë më të madh në këtë drejtim, Pra, ne marrim shumë më të mirë. Mos harrojmë që për gjithë shëndetin ton, të lëkurës, të kockave, se nuk është vetëm për kockat, është për shëndetin e flokëve, të lëkurës, për rikuperimin, për mbështetjen e sistemit imunitar, duhet mesatarisht rreth 20, mund të duhet ndoshta 20-25, edhe çiku jo, më shumë. Mund të duhet ndërsa deri 40 gram në ditë niveli kolagjenit, por mos harrojmë një gjë, që ne kolagjenin, që ne duhet të kuptojmë, lëngu kockave është përparësi, por nga ana tjetër kolagjeni nuk merret vetëm nga kjo, se duhet kuptojmë nga se është ndërtuar niveli i kolagjenit. Pra kolagjeni, pra nuk merret vetëm nga lëngu, sepse edhe një herë duhet të kuptojmë që kolagjeni është ndërtuar nga disa aminoacide. Dhe duke u krijuar nga disa aminoacide, këto aminoacide mund të gjenden në shumë vende ndryshme. Gjendet tek peshku, gjendet tek mishi, gjendet tek veza, gjendet tek farat, por pra është ajo dieta që përmendëm, se kolagjeni është ndërtuar glicin, prolin dhe hidroksiprolin, të cilët
këto janë edhe të peshku, janë të pula, janë të bulmeti, janë të bishtajoret, po vitamina C e shtyn këtë kolagjen në prodhim. Speci, kivi, limoni, portokalli, agrumet, që kanë vitamin C? Zinku, duke nga farat të kungulli, nga elementet tjerë nga arat, e dublon që të shkojnë më mirë në vendin e caktuar. Dhe po ashtu bakri merr pjesë në formimin e këtij kolagjenit, që fibrat e kolagjenit janë më të qëndrueshme, që ne marrim nga shumë elementë, që nga mëlçia, farat e susami, kakao, ara e tjerë. Hekur ishin domosdoshëm. Prandaj e nderuar, nuk është vetëm problem te kolagjeni. Në radhë parë mos kemi inflamacion. Inflamacioni është baza kryesore. Të heqim inflamacionin, ushqimet anti-inflamatore, të shtojmë ushqimet anti-inflamatore dhe nuk është kolagjeni pika kryesore ose çelësi për të kuruar problemin e kockave. Okej, faleminderit për shpjegimin. Po. Edhe në qoftë se po, kolagjen do të marrim në mënyrë sa më mirë natyrale. Në qoftë se kemi mundësinë, mund të merret, por në qoftë se mbrapa kolagjenit është për shkakun se janë të ndryshme, tipi 1 me tipin 3, janë për tjetër funksion të kockave. Tipi 2 është për tjetër. Ndoshta do kemi një emision tjetër, por duhet të lexojmë mbrapa të paktën që të ketë silic, të ketë bakër, të ketë zink, sepse nuk bëhet përfitja mirë vitamin C. Pra kur të marrim edhe sikur të marrim një suplement. Të lexojmë këto tre elementë. Në rast të paktën edhe magnez, por të paktën të jenë edhe këto të treja. Po. Mirë, e kisha të nevojshme ta bëja këtë pyetje se do e di që do pyesin shumë ata që na ndjekin, qytetarët, ndërkohë